Dhe për qenë rrugtimi jonë stabil në fenë Allahut subhanahu wa taala, duhet që të bazohet në dy shtylla të fuqishme, apo duhet që t'i plotësoj dy kushtet themelore të pranimit të veprës. Cilat janë dy kushtet themelore të pranimit të veprës? Kushti i parë është sinqeriteti, që veprat, fjalët dhe çdo gjë që ai bën të jenë për hir të Allahut subhanahu wa taala. Si ka thonë Iblisi, se nuk do të mund ta devijoj illa ibadaka minhumul mukhlasin, përveç robërve tu prej tyre që janë të sinqertë. Vetëm këta Iblisi nuk do të mund t'i devijoj. Sinqeriteti pra është baza. Është baza, apo të themi ndryshe është benzina e këtij automjetit. Do të thonë, lënda djegëse me të cilën ec automjeti në këtë rrugë. Nëse nuk ka lëndë djegëse, padyshim se nuk mund të ecë. E pastaj motori i këtij automjeti, kush është kushti i dytë, do të thonë, kushti i dytë për të pas ecje stabile në rrugën e Allahut subhanahu wa taala është pasimi i sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Që veprat mos jenë ashtu si na shkon neve ndërmend, apo si të dëshirojmë ne. Jo, feja Allahut subhanahu wa taala ka rregulla. Veprat duhet jenë ashtu siç na ka mësuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Sepse pejgamberi alayhis salam ka thonë: "Men amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa radd." Kush e bën një vepër që nuk është sipas fesë son, ajo vepër është e refuzuar, nuk i pranohet. Andaj ai i cili bën vepra të refuzuara, si ka mundësi që të përparojnë fenë e Allahut subhanahu wa taala? Si mundet? Ai faktikisht nuk ecë në rrugën e duhur, po është duke shkuar mbas, është kthyer rikferc, më thonë në kahjen e kundërt, dhe nuk ka mundësi që të jetë stabil në fenë e Allahut subhanahu wa taala. Andaj shumë prej kryeve të bidatxhive, do më thonë, prej atyre që janë larguar, janë shkputur prej sunetit pejgamberit alayhis salam, e kanë pas përfundimin e keq. Ose janë bërë zenadika, si që thonë dietarët, zenadika do më thonë kanë dalë komplet prej feje, ose janë bërë fasika, i kanë lejuar shumë harame, janë zhytur shumë harame, kështu me radhë, ose ata që kanë pas pak zemër më të shëndosh janë kthyer, siç ka ndodhur me shumë prej kryeve të methebeve, do më thonë të bidatxhive. Nuk është për qëllim methebet e fikut, po grupacionet e bidatxhive. Shumë prej kryeve të tyre në fund janë kthyer, janë penduar, sepse kanë parë se kjo metodë nuk ka dobi prej saj.